Përshëndetje, do të vë me pyetjen e parë për këtë emision. A është i sigurt agjërimi për mua nëse kam probleme me tiroiden ose diabetin? Ashtu siç e përmenda pak më parë, varet nga sëmundja që kanë në lidhje me tiroiden dhe shkalla e diabetit të cilën kanë individi. Për individët që janë me antidiabetik oral, pra jo me insulina, por me tableta, që marrin 1 deri në 2 herë në ditë terapin, mund të përshtatet shumë mirë marrja e terapisë gjatë agjërimit. Po kështu dhe pacientët që kanë probleme të tiroides. Unë kam shumë pacient të cilët kanë sëmundje kronike të tiroides, siç është tiroiditi Hashimoto, hipotirozat e ndryshme, të cilët e marrin terapi në mëngjes esëll. Dhe në këtë rast i përshtatet terapia në lidhje me agjërimin. Pra në syfyr përpara marrjes së ushqimit mund të marrin dhe terapin. Pra është e sigurt. Do të vë me pyetjen e dytë, si ndikon agjërimi tek hormonet dhe pesha ime? Te hormonet në tham ka efekte pozitive, sidomos të personat mbi peshë ku shfaqet insulinorezistenca dhe në personat që kanë insulinorezistencë, pankreasi duhet prodhoj më shumë insulin për ta kryer futjen e glukozës në qelisa dhe uljen e sheqerit që merret nëpërmjet ushqimit, përmirëson shumë pikërisht këtë fenomen. Pra rritet sensitiviteti ndaj insulinës dhe ulet sekretimi i insulinës në mënyrë të vazhduar ditore. Pra ulet ajo gjendja stresante e trupit, e cila ndodh gjatë ushqyerjes. Gjatë agjërimit, trupi qëndron për një kohë më të gjatë në gjendje më të qetë, pause, sepse mungon ushqimi. Po kështu për mirë ndikon dhe te hormoni i rritjes edhe te glukagoni. Pra ka efekte pozitive në këtë drejtim. Gjithashtu ne thamë edhe te pesha, për fasting, agjërime në periudha më të zgjatura, normalisht kemi një përdorim më të shtuar të organizmit të indit djamor dhe përpasoj kemi një rënje në peshë. Por përqindja e rënjes në peshë varet nga individi dhe sigurisht nga dieta strikte e rregullt ushqimore gjatë periudhës së ushqyerjes, pra pas agjërimit. Pyetja e tretë dhe e fundit, çfarë ushqimesh duhet të ha në iftar dhe syfyr që të mos më prishen analizat hormonale? Ushqimet që duhen ngrënë në të dyja këto vakte janë sidomos te pjesa e syfyrit në mëngjes. Është baza proteinat. Pra proteinat që të na ndihmojnë që ta kemi më të lehtë procesin e agjërimit. Nëse në mëngjes do ketë një vakt të pasur me karbohidrate, do jetë një zgjatje ose një kozgjatje e efektit të ushqimit shumë e shkurtër dhe uria do filloj më shpejt, por gjithashtu dhe për shkak të sekretimit të shtuar të insulinës, por gjithashtu do rekomandoja dhe ushqime më pak të pasura me kripra, në mënyrë që mos të nxisin etjen dhe ushqimet e gazuara në këtë grup për shkak të çrregullimeve që japin. Pra këto ushqime do ishte mira të shmangen. Proteinat si të pjesa e syfyrit dhe të iftarit të jenë baza, shoqëruar patjetër me fibrat që merren nëpërmjet legumeve dhe nëpërmjet perimeve dhe vitaminat.